Kosofta pak ditë më parë, shefi i policisë shkencore në Kukës Rezard Kuçi u arrestua për shpërdorim të detyrës, trafik lëndësh narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sa i përhapur është realisht fenomeni i bashkëpunimit mes punonjësve të policisë dhe grupeve kriminale në Shqipëri? Në qoftë se do të kemi një apo disa raste mund të quhen sporadike. Po pra që nuk është një rast i izoluar, po janë disa raste. Kujtojmë këtu në kohën kur drejtonte Ministrinë e Brendshme zoti Balla, u kërkuaj që Policia e Shtetit të bënte një vetë deklarim çdo punonjës që nuk kishte marrë pjesë dhe nuk e kishte përdorur Sky ECC. Dhe asnjë nga efektivët nuk bëri një autodeklarat për të thënë që po e përdor. Ishte vetëm një rast në formë batute ku ai e ngatroi Skype me Sky dhe kjo ishte ajo që përfundoi. Fakti që nga e kohë janë ekspozuar jo pak punonjës policie dhe këta nuk janë të përfshirë në një episod, por të janë përfshirë në disa episode ku tregon qartësisht se ato janë bashkëpunëtorë. Por ja flasim për nivelin bazë të punonjësit policisë, por flasim për oficera karriere, oficera të pozicionuar në detyra kryesore, të cilët kanë shërbyer krimit të organizuar, kanë vënë në dispozicion infrastrukturën ndaj krimit të organizuar dhe madje kanë qenë edhe porositës në veprime dhe në aksione bashkë me ta. Ky është rasti që po analizojmë. Më parë ka qenë rasti një oficeri tjetër të forcës operacionale, ishte rasti në aeroportin në Rrinas ku në personi që ishte viktimi i një atentati në aeroport ishte një punonjës i AVP-s, rasti i shoqërimit të Erdis Martinajt. Prapë kemi pas një oficer ose një punonjës të forcës operacionale, shefi i forcës operacionale Bitri, pra një sër oficerësh dhe punonjës të cilët tregojnë një lloj shqetësimi për sa i përket angazhimit të strukturës dhe sa ato janë. Nuk kemi në gjendje të kemi sot një material faktik, kemi vetëm episode dhe arrestime të cilët fatmirësisht kanë ardhur nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC. Dhe ky rast është hetimi, ka nisur për shkak të përgjimeve të ndërtuara nga struktura e posaçme, por të ardhura fillimisht nga informacionet zbërthyer nga Sky ECC. Grupi për cilin po analizojmë është një grup i rrezikshëm, kanë trafikuar 2 ton lëndë narkotike të tipit kokainë. Në këto operacione vlorë kanë qenë të angazhuara shumë forca policie, por më shumë se forca policie ishin struktura, duke udhëhequr nga DEA, Interpoli, Eurojust, pra disa nga partnerët tanë ndërkombëtar nga më të fuqishmit në glob, ku kryesisht ndaj kokainës është e përqendruar vetë DEA. Dhe kjo ishte edhe ajo të cilën grupi, jo vetëm kemi zbardhje të 2 ngjarjeve, por kjo që po analizojmë është ajo që themi shqetësimi. Rastet e shefave personi i arrestuar, i hetuar, nuk flitet vetëm për detyrën aktuale që ka tani. Flitet për detyra të tjera të kryera më parë, siç ka qenë në komisariatin nr. 1, apo në shefi krimeve apo në shefi krimeve në Vlorë dhe në Lushnjë. Pra disa detyra dhe disa funksione dhe madje është një nga kuadrat që është vlerësuar pozitivisht edhe nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Dhe fakti që nuk janë në gjendje strukturat e brendshme të evidentojnë punën dhe aktivitetin e kuadrove, është një problem shqetësues sepse nuk e dim se sa është e inkriminuar dhe sa është niveli për cilën kemi ende episode apo probleme të personave të cilët janë aktiv në policinë e shtetit dhe nuk e dim deri ku arrim. Shqetësimi i madh ka qenë nga deklarata e Dumanit në atë kohë, i cili tha nuk bashkëpunojmë në nivele të larta me policinë për shkak të informacioneve që ato kishin të përfshirë persona të dyshuar në aktivitete me grupet kriminale. Dhe këtu në këtë rast kemi një dekonspirim. Përsëri kemi të dyshuar një dekonspirim. Do presim sigurisht të marrim njoftime nga burimet zyrtare, por përsëri kemi një dekonspirim. Dhe dekonspirimi vjen pikërisht nga strukturat dhe nga personat të cilët kanë ndërhyrë edhe në rastet e fshirjes telefoneve apo kanë ndërhyrë në sistemin Teams. Pa gjitha këto janë ajo për cilën tregon që krimi dhe një pjesë e personave të punojnë në strukturën policore kanë nivele të cilët nuk mendoj se janë vetë afruar,
por mund të mendoj që janë bërë pjesë dhe investimi i tyre mund të ketë ardhur për t'i ngritur apo stimuluar ato në karrierë, sepse ngritja dhe stimulimi në karrierë mund t'i çojë ato tek nivelet e larta ku kthehet gjithë ky investim në infrastrukturën e këtij grupi apo të grupeve të tjera që veprojnë në territor. Zoti Softa, cilat janë format më të zakonshme, po them, të këtij bashkëpunimi? A flitet për një rrjedhje të mundshme informacioni, mbyllje sysh ndaj aktiviteteve kriminale apo edhe përfshirje direkte në krim? Mbyllja sysh është diçka banale. Ne po flasim për aktivitete kur personi apo personët në strukturë janë aktiv. Përdorin infrastrukturën shtetërore, përdorin në gjithë kanalet dhe informacionet dhe nuk është rrjedhje, po vënë në dispozicion të këtyre strukturave kriminale të cilët tashmë kanë në përbërje tyre dhe punës policisë. Kanë nga gjyqësori, kanë nga pushteti lokal, por kanë dhe nga politika. Rasti i deputetit Durrësit që dha dorëheqjen dhe u arrestua. Sigurisht që kishte dyshime për përfshirje në grupe kriminale dhe madje në Komisionin e Sigurisë kishte vënë telefonin për të dëgjuar në mënyrë të drejtë për drejtë në një mbledhje se si të zhvillohesh Komisioni i Sigurisë nga Parlamenti Shqiptar. Pjesëmarrja e tyre në hipoteka, për sa i përket ndërsimit pronave, pjesëmarrja e tyre nëpërmjet pushtetit lokal, ku shpeshherë përfitojnë tendrat pa ligjshëm nëpërmjet formave të korrupsionit. Pra, nuk është thjesht pjesëmarrja e një personi dhe vënë në dispozicion e informacionit, po vënë në dispozicion të strukturave dhe të një zinxhiri, varësia që ato kanë deri aty ku mund të jetë niveli i organizimit të tyre. Çfarë e shtyn një efektiv policie të bashkëpunojë me krimin? Është vetëm korrupsioni financiar apo ndikojnë edhe kërcënimet, presioni apo lidhjet personale? Nuk mendoj që është kërcënime. Mendoj që o janë lidhjet shoqërore, familjare, arsyet janë ekonomike, sepse është një pasurim i shpejtë nëpërmjet funksionit të detyrës që ka, dhe mundësia e kontrollit është më e minimizuar, sepse është ajo strukturë e cila prodhon siguri, është ajo strukturë që duhet të ketë parandalimin, duhet të ketë hetimin, duhet të ketë ndjekjen dhe mbledhjen e provave ndaj aktiviteteve të tilla, dhe fatkeqësisht persona jo rastësor në disa funksione të larta, siç kanë qenë shefat e krimeve, kemi të ndaluar, kemi në një proces një ish shef krimesh që ka qenë në Elbasan, në Tiranë apo në vende të tjera, pra tregojmë për nivele të larta, aty ku janë pikërisht struktura, të cilët kanë dosje, të cilët kanë informacione, kanë database-in e tyre lidhur me aktivitetet e grupeve apo të personave me precedent penal. Dhe fatkeqësisht nuk e di nëse kemi dhe përdorim të tyre, kur një grup e kundërvjet një grupi tjetër dhe gjithë informacioni legjitës të tyre e marrin pikërisht nga strukturat e policisë. Fakti që grupet kriminale kanë pasur informacion me eksaktësi për personat të cilët kanë qenë në fokusin e tyre, për akmarrje ose për konkurrencë apo për dominim tregu, kanë pasur informacion absolut për të gjetur vendin e ndodhjes dhe deri në krijimin e pritës. Dhe largimin nga vendi i ngjarjes, rasti i Rrinasit apo raste tjera, tregonte një herë që nuk e di sa mund të kemi përbërje apo pjesëmarrje. Fakti që patrullat e policisë nuk janë në vendin e duhur, nuk janë në kohën e duhur dhe nuk kanë bërë ndalimin e duhur, sidomos në zonat të cilët presupozohen që kanë nivel më të lartë sigurie, prezenca e kamerave, e patrullave, këmbësore apo atyre mobile, planifikimi i shërbimeve, të rendit apo të krimeve në territor, në shumë raste ka çduar, sidomos në rastet e atentateve, që jo pak po janë pa autor. Sa funksionojnë realisht mekanizmat e kontrollit të brendshëm në policinë e shtetit për të identifikuar efektivet e korruptuar? Agjencia Mbikëqyrës Policore është një nga investimet më të mëdha që është bërë për kontrollin e brendshëm të pastërtisë figurës dhe të regjimit brendshëm të strukturës policore. Dhe ka kaluar disa faza derisa kemi ardhur në nivelin e një drejtorie
ku ka qenë një investim i drejt për drejt, jo vetëm i qeverisë, po dhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Madje dhe trajnimi për ta është bërë pikërisht edhe nga amerikanët. Dhe ishte një nga mburrjet ku qeveria shqiptare ka paraqitur lidhur me këtë drejtori, me ligjin përkatës për këtë drejtori dhe për këtë strukturë të mirë organizuar, të shtrirë në gjitha strukturat e policisë në shkallë vendi. Por fakti që të brenda saj kanë depërtuar rasti i rrinasit apo dhe raste tjera, tregon që ka ende punë për të bërë, për të ndaluar, për të parandaluar, për të hetuar dhe për të evidentuar të gjitha rastet e personave të cilët abuzojnë me detyrën. Por me sa shikojmë, nuk është e plot kjo lloj strukture në kuptimin e parandalimit, mos ishte Sky dhe EncroChat, të cilët kanë zbuluar komunikimet e tyre në shumë pak raste, vetëm në nivelin e policës të bazë, kemi pasur punë të mirë të bërë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Rastet e pikës kufitare me Kosovën, kur është karkuar gjithë zinxhiri, rastet e korrupsionit përfshirë edhe drejtues, në rastin në kufirin me Maqedoninë, rastet e shkarkimit të zinxhirit në Komisariatin e Vlorës, kanë qenë punë e mirë e bërë nga ta. Por tash niveli i zbulueshmërisë ka vajtur në nivele të ulta dhe jo në nivelin, po themi, të drejtuesve të lartë, shefa krimesh apo rastet e drejtuesit të forcës operacionale. Kur mendoni oficeri apo drejtuesi i forcës operacionale, është struktura më e lartë në ministri që hap çdo derë, sepse ato kanë mbajtjen përgjithshme personave, kanë vëzhgimin, kanë vendosjen e teknikës dhe teknologjisë, kanë mbajtjen në mbikëqyrje në gjithë territorin personat dyshuar. Mendoni që drejtuesi i lartë i saj ishte i përfshirë pikërisht në aktivitet të tillë. Strukturat ekzistuese që në fakt ju zoti Softa edhe i lartë përmendët, a mund t'i konsiderojmë si të mjaftueshme? Strukturat janë të mjaftueshme, por shumë e rëndësishme është burimet njerëzore, kualiteti i personave, promovimi i tyre, ngritja dhe stimulimi i tyre në detyrë, dhe sigurisht kontrolli i gjithë zinxhirit, nga drejtuesi i lartë deri punojësi bazë dhe e kundërta. Nëse do të kemi zgjedhur me kritere të drejta persona të tillë, sigurisht që ne do të kemi një qëndrueshmëri të këtyre strukturave. Por mendoni dhe shikoni vetëm faktin, sa ministrat brendshëm kanë ndryshuar në këto 35 vite. Sa drejtorë të përgjithshëm janë ndryshuar. Asnjë drejtor i përgjithshëm nuk e ka arritur mandatin. Ka pasur vetëm një që ka bërë 3 vjet, dhe të gjithë të tjerët janë nga 1 deri në 1.5 vite qëndrimin e tyre në detyrë. Dhe kjo është një lloj sfide, por dhe një problem serioz, sepse sapo dikush vjen të ndërton strategjitë e tij për afatin e një mandati 5 vjeçar. I duhet ta ndërpresë, të vijë dikush tjetër dhe të nisi përsëri një strategji tjetër, në kuadrin e strategjisë kombëtare që ka policia dhe Ministria e Brendshme, por roli i individit dhe drejtuesit sigurisht është dominant, sepse nga ai moment fillojnë ndryshojnë të gjitha strukturat e tjera bosh dhe më duhet të ndryshohet e gjithë platforma e mënyrës se si duhet të ndërtohet ajo strukturë e cila ka në thelb edhe hetimin, që ka dhe krimin ekonomik, ka policinë kriminale, e cila merret me dosjet, me ndjekjen e personave, mbajtjen në mbikëqyrje të tyre për sa i përket grupeve nëpër territore, dhe pastaj vim tek përzgjedhja e strukturave të cilët duhet jemi koshient që një strukturë nuk mund të jetë kurrë vetëm nëse nuk është e harmonizuar. Rendi, krimet, policia shkencore, reparti shqiponja, patrullat bazë, pra gjitha këto janë një harmonizim dhe drejtuesi kryesor sigurisht ka rolin kryesor. Mbas zgjedhjes së drejtorit përgjithshëm, kemi drejtorin e qarkut. Qarku sot është me një shtrirje të madhe territoriale. Mendoni sa i rëndësishëm është drejtori i qarkut Tiranës. Në të njëjtën ditë që shkarkohet drejtori i përgjithshëm apo jep dorëheqjen, shkarkohet dhe drejtori i Tiranës. Ndërkohë që drejtori i Tiranës do shkarkohet në drejtori i përgjithshëm, dhe drejtori i përgjithshëm do shkarkohet të vetë dorëhiqet duke pasur hierarkinë. Fakti që këto ndryshime kanë ardhur her pas here, edhe kjo zgjedhje nëpërmjet garës nuk funksionoi, tregon që politika
nuk ka qëndrueshmëri dhe si e tillë nuk kemi qëndrueshmëri të këtyre strukturave. Dhe pra aq sa strukturat e policisë nuk janë të qëndrueshme, sigurisht që këto dobësi mund të përfitojnë personat të cilët mund të penetrojnë duke përfituar korrupsionin apo duke përfituar dhe ndryshimet e personave. Sa të vi një person, të marrë një drejtim, të njohë efektiva, të bëjë analizat e tjerë, i ka ardhur koha përsëri për të lëvizur, dhe kjo pastaj nuk arrin dot të shkojë në bazë që të njohin strukturën apo pastaj të merren me problematikat që ka qyteti. Si nga krimi, nga siguria, nga strukturat bazë, sepse edhe brenda policisë ka probleme. Është organizata më e madhe në vend. Edhe ato kanë probleme si dhe shoqëria. Dhe ato kanë divorce, dhe ato kanë bullizëm, dhe ato kanë probleme të cilët janë ekonomike, dhe ato kanë probleme për sa i përket të ngritjes apo jo në karrierë, stimulimit të tyre në karrierë, probleme me strehimin, pra dhe ato kanë brenda problematika. Nuk është vetëm një forcë mekanike që ti shkon dhe e vend lëvizje. Është një forcë me burime potenciale njerëzore, të cilët duhet të harmonizohen përveç po themi kontrollit që mund të deportojnë dhe të penetrojnë personat të krimit organizuar. Në disa raste është folur edhe për dekonspirim operacionesh policore. Sa i madh është rreziku që informacioni nga brenda policisë të përfundojë në duart e grupeve kriminale? Struktura e posaçme, SPAK, në fillimet e saj ka pasur shumë herë operacione që ishin të dekonspiruar. Personat që kur shkonin, arrinin tek vendi të cilën e kishin identifikuar nuk e gjenin personin. Më pastaj është gjetur një mënyrë se si mund të reduktohet numri personave që kanë informacion për një lëvizje që duhet bëjnë, dhe veprimet bëhen duke u drejtuar her pas here në mënyrë të drejtë për drejtë nga BKH, e cila sot është më e kompletuar se më parë, dhe shpesh herë është BKH-ja në krye të lëvizjes për të kryer arrestimet apo për të bërë operacionin. Dhe forcat tjera policore, por me një numër më të reduktuar personash që të minimizojnë mundësinë e rrjedhjes apo shpërndarjes së informacionit. A ka Shqipëria një problem me infiltrimin e krimit në strukturat e rendit, apo bëhet fjalë më shumë për individ të korruptuar që veprojnë në mënyrë të izoluar? Ne po flasim për individ, nuk po flasim për struktura, sepse nëse do të kishim struktura të policisë shtetit vënë në dispozicion të krimit, atëherë do të thonim që ne kemi dështuar me sigurinë kombëtare, dhe do të ishte vënë policia e shtetit në dispozicion të këtyre strukturave. Absolutisht dominon forca dhe ana pozitive e saj, është sakrifica atyre punonjësve burra dhe gra, nëna dhe motra që punojnë dhe sakrifikojnë në emër të uniformës, dhe jo pak raste policia e shtetit ka dhënë shembuj për sa i përket goditjes së grupeve kriminale dhe veçanërisht rrjeteve të organizuara, të cilët janë siç vinë në rastet nga Kosova, goditjen e bashkëpunimit me një dinjitet policisë shqiptare me partnerët ndërkombëtar, rastet e operacioneve përbashkëta, si në rastin e call centrave, me policinë spanjolle, me policinë gjermane, rastet me policinë italiane në operacionet përbashkëta, operacioni të ndryshme që janë organizuar dhe në det për kapjen e rastit flak në det, që ishte një operacion i kryer me shumë sukses nga policia e shtetit për punim me Guardia di Financën, por këto individ dhe këta persona të cilët deportojnë dhe shkojnë në këto aktivitete, sigurisht që ka vend për hetim. Tash i duhet forcohet më shumë kontrolli i brendshëm ndërmjet asaj strukture ku nëse nuk arrin dot që të kenë besueshmëri, atëherë mund të kërkohet një bashkëpunim edhe me strukturat homologe deri në mënyrë që deri në një nivel kur ky kontroll i brendshëm të arrijë nivelin e FBI, të arrijë nivelin e CIA-s, sepse shërbime të tilla inteligjente janë më të rëndësishme se sa uniforma apo thjesht pagat. Duhet kërkosh të përgatitësh njerëz dhe të ndërtosh rrjete të besueshme. Nëse ne nuk ndërtojmë një polici në bashkëpunim me qytetarët, policia nuk mund të jetë kurrë ajo e cila mund të zgjidhë problematikat që ka. Dhe policia në komunitet është një nga investimet më të mëdha. Edhe pse janë miliona euro të dhëna nga Suedia, vetëm për policia në komunitet, ku shpeshherë ajo nuk ka arritur nivelin e duhur. Prandaj duhet investohet më shumë tek publiku, që t'i kthehet besimi, sepse publiku informon për çdo gjë, se këta punonjës janë në syt dhe në kontrollin e vet publikut. Por duhet të funksionojë dhe vettingu. Vettingu nuk ka funksionuar. Është nisur disa herë është ndërprer,
kontrolli i pasurisë tyre, vetë deklarimi, kontrolli i pasurisë, nga i gjen parat kur ajo është vetëm rroga, nga i gjen të ardhurat, si lëvizin me ato mjeta nga 40.000, nga 50.000 apo nga 100 euro. Ku i gjen këto para? E thjesht. Prandaj tash është publiku që i shikon dhe në sytë e publikut, sepse ato bëhen në ambiente publike, nuk është se janë të shkëputura të janë rastet izoluara. Prandaj policia në komunitet dhe investimin ndaj saj është më i rëndësishëm, por duhet të them besimin tek publiku. Dhe hapja e policisë dhe komunikimi me publikun nëpërmjet të medjave dhe analizave është shumë e rëndësishme. Rasti i Durrësit për shembull, ishte një rast flagrant, ikja dhe largimi i një të ndaluari, i cili të shkonte nga vendi i vujtjes dënimit deri në një spital të Durrësit. Ai ishte një rast flagrant. Tregonte edhe herë që niveli i korrupsionit është flagrant, si për policinë, ashtu edhe për burgjet. Flas për policinë, në rastin e Durrësit nuk e fajsoj, por fakti që ata nuk e kishin njoftuar, nuk kishin bashkërenduar veprimet e tyre, tregoi edhe një herë që në moment që njëra nga hallkat nuk funksionon, patjetër që edhe hallka të tjera pastaj janë të dobta, sepse është një zinxhir dhe shkëputja e sistemit të sigurisë dhe të kontrollit të sigurisë patjetër është problematik që përfitojnë nëpërmjet korrupsionit grupet kriminale për të investuar për të vënë njerëz të tyre, ose për t'i marrë dhe për t'i vënë shërbim tyre. Si mund ta krahasojmë situatën në Shqipëri me vendet e tjera të rajonit? A është fenomen më i theksuar apo vijon në nivele të ngjashme? Nëse flasim për hapësirën ballkanike, kemi të njëjtat probleme në Kosovë, në Maqedoni, në Serbi dhe në Valxi. Pra vendet ballkanike janë ende të cilët nuk e kanë arritur atë lloj demokratizimi të shoqërisë dhe niveli i korrupsionit në qeverisit e vendit është gjithmonë një nivel problematik. Dhe për aq kohë sa ka korrupsion në atij niveli, që është dominant, atëherë patjetër që kjo do të reflektohet edhe në strukturat e tjera të sigurisë, të cilat janë të lidhura bashkë. Por Shqipëria në këto vite ka bërë goxha progres, niveli i policisë shtetit është i ndryshuar edhe në sy të publikut, pavarësisht se ka shumë lef dhe shumë balë ndaj policisë shtetit. Do që të vëmë drejtor të përgjithshëm, do të kemi të njëjtat akuza dhe do të kemi të njëjtën sjellje. E fillojmë që në mëngjes me drejtorin e përgjithshëm dhe me policinë e shtetit dhe e mbyllim darkë nëpërmjet informacioneve për ta goditur, dhe jo për ta mbështetur. Sigurisht që ka vend për kritika, por nuk mund të jenë qëllim vetvete, sepse goditja e policisë së shtetit e ul rendimentin e saj dhe ndihmon në mënyrë indirekte fuqizimin e grupeve kriminale apo të aktivitetet të paligjshme. Zoti Softa, nëse do të flisnim për politikën, çfarë roli luan ajo në këtë problem? A ka raste kur ndikimi politik e pengon pastrimin e strukturave të policisë nga elementet e korruptuar? Politika është gjithçka. Nga politika nis. Por politikën e përbëjnë njerëzit. Dhe shumë rëndësishme të cilët janë ata që drejtojnë sot politikën. Sepse në rreth politikës zgjidhet qeverisja e vendit, në rreth politikës zgjidhen institucionet e sigurisë, shefi i shërbimit informativ, drejtori i përgjithshëm të policisë, ministri i brendshëm, ministri i ekonomisë, kontrolli i pikave kufitare, vendosja e porteve si porti i Durrësit, porteve të Vlorës, pikat hyrëse, dalëse të qytetit të shtetit, aeroporti i Rinës dhe të tjerë, dhe institucionet e tjera, siç janë sektori i tatim taksave, ku kanë krimin ekonomik, dhe nëpërmjet krimit ekonomik mund të shkojnë dhe të godasin qoftë dhe korrupsionin. Nuk është e thënë vetëm patjetër duhet të jetë spagu, po mund të jetë edhe krim ekonomik. Për shembull, nëse një graduacion ka dyshime që bëhet pastrim parash, është shumë e thjeshtë. Nëse do të kemi kontroll dhe do të kontrollohen financat, burimet financiare nga kanë ardhur dhe janë pa justifikuara, atëherë ligji antimafie funksionon, pa që nevojë të jetë vetëm struktura e posaçme. Por meqense në shumë raste, sidomos në rastet e bashkive, nuk ka funksionuar kontrolli i brendshëm, atëherë sigurisht që kemi pasur situata kur rasti i Tiranës, 5G-ja e dyshuar si një grup i strukturuar brenda strukturës Bashkisë Tiranës, ku një grup i strukturuar merrnin fonde, i tjetërsonin ata fonde dhe i përdorin ata për qëllime ekonomike. Janë po ato bashki që japin leje të këtyre graduacioneve apo të këtyre ndërtimeve, ata e dinë shumë mirë nga janë burimet financiare të tjera. Nëse këta gjëra nuk do të funksionojnë, ne themi pastaj duhet ta zbulojë policia, ose duhet ta zbulojë spaku, ose shpeshherë presin që të jenë amerikanët,
ose të jenë ndërkombëtarët. Dhe mos kishin qenë zbërthimi i aplikacioneve Sky, ne do e kishim të vështirë të evidentojmë të gjitha problematika që janë sot. Pra ajo e ushqeu strukturën SPAK, që i dha asaj atë fuqi dhe aq besim tek publiku që sot dominon pikërisht për shkak të aksioneve, të hetimeve, të arrestimeve, të akuzave të ngritura ndaj personave të veshur me pushtet, pavarësisht nga niveli që janë opozit apo janë në pozit, dhe pavarësisht nga statusi me mandatin e deputetit apo jo. Prandaj është politika. Nëse politika do, t'jeni të sigurt që ai krimi organizuar në një vend të vogël si Shqipëria nuk gjen vend njeri brenda një muaji të rrinë në këtë territor. Po pra që kosa gjen këto hapësira, sigurisht ato jetojnë dhe hyjnë dhe dalin nëpër territore dhe arrin të kryejnë ato aktivitet, sepse përcjell një lëndë narkotike të tipit kokainë nëpërmjet strukturës së biznesit formal. E marr nga Amerika Latine, kur informacionet vinë nga ndërkombëtarët për aktivitet dyshuara të shqiptarëve që janë në këto territore. Ne nuk jemi në gjendje sot që në përburgje të ndalojmë telefonët. Në përburgje ka korrupsion. Pra edhe aty ku mendohet që niveli i sigurisë janë muret, prangat, dhe aty nuk jemi në gjendje të kontrollojmë aktivitetin kriminal. Mendoni në liri, në një hapësirë ku atë roli i korrupsionit është i tillë që e stimulon dhe e rrit dhe e shumëfishon këtë aktivitet kriminal. Sa i fortë është sot sistemi i verifikimit të integritetit të policëve nga kontrolli i pasurisë deri tek testet e besueshmërisë? A duhet një vetting i thellë në polici si ai në drejtësi? Kush do ta bëjë? Tash i drejtori rri një vit e gjys. Sandeti Rumbullaku, po Nano Sandeti, po Proda Sandeti, kush do të vinë nuk e di sa do të rri. Sa po merr detyrën, një njerëzit, një strukturat, bën analizat, sheh problematikat, këtë ndjek më parë. Patjetër që u nis dhe pati një iniciativë që të kontrolloheshin nëse ka përdorim të punëzve me uniformë të lëndëve narkotike, testi i drogës. Nuk përfundoi, nisi dhe u ndalua. U kërkua verifikimi i pasurive. Nuk e di sa funksionon, por në cilët raste kemi të paktën një komunikim mediatik për thënë që nga kontrolli i pasurive kemi evidentuar. Dhe ky do të jetë gjithmonë standardi dhe modeli, sepse vetëm kështu, duke dalë dhe duke folur me publikun dhe me mediat, do të rrisim më shumë dashurinë dhe mbështetjen ndaj strukturës policore. Sigurisht që ti kërkosh një punonjës i thjesht, e fatura, ku e ka bler këtë, e të mbledhës blesh atë, kjo pastaj është egzagerim. Dhe lën me një anë ata të cilët kanë makina shtrenjta që kanë jetë të luksi dhe kanë para. Pra, shkojnë dhe lodhin strukturën me fatura dhe me shpenzimet, dhe ndërkohë qartësi për ato që i kanë dhe janë në funksione dhe janë me aktivitetet të tilla, nuk dinë cilën i kanë evidentuar pasuritë, janë sekuestruar këto pasuri dhe janë kthyer vetë punësve të policisë. Ose janë kthyer qytetarëve. Sa para janë kthyer për pensione, sa janë kthyer për arsimin, sa janë kthyer për shëndetësinë. Dhe pra që kosa nuk ka një transparencë të tillë, njerëzit thonë, shkon, e arreston, bën sa vite burg dhe prapë vazhdon aktivitetin ekonomik. Ministër, kryetar bashkie, punonjës policie, e kështu me radhë. Dhe kjo pastaj është kthyer në një model që s'ka gjë, bëj disa vite burg, vej ato para i vjen qarkullim dhe pastaj del nga burgu. Prandaj është një problem serioz goditja e korrupsionit dhe në radhë parë rritja e një autoriteti profesional. Nërmjet profesionalizmit, policia kërkon rroga më të mira, kërkon uniforma më të mira, kërkon një trajnim ushqimor, kërkon një trajnim me banesë. Për shembull, ne kemi një kampus, për shembull ku punonjësit e policisë kanë familjet e tyre, kanë shkollat e tyre, kanë supermarketet e tyre. Ai policia del nga detyra është i eksplozuar në rrugë. I eksplozuar në rrugë dhe jo pak punonjës, sa të vrarë ka punonjës policia e shtetit. Sa lëndë eksplozive kanë përdorur në automjetet e tyre, në banesat e tyre. Dhe ato e njerëz sigurisht që nënshtrohen. Nënshtrohen pra aq kosa nuk ndjejnë mbrojtjen dhe nuk ndjejnë sigurinë. Si do ta luftosh krimin? Në çfarë? Apo lëvizin miliona e miliona euro e pasuri marrëmendse, dhe ai lëviz me një rrogë, me një pagë, ku ka familjar tjerë për të mbajtur në vetë asaj pune që bën me atë uniformën e shpirtit. Prandaj është një çështje e përgjithshme dhe ka të bëjë me shtetin dhe nuk është çështje e thjeshtë e policisë. Dhe të ndërtosh një polici të një gjenerate tjetër do të duan shumë vite.
duke forcuar e para akademin, duke forcuar disa masa të cilët ne thamë më parë çfarë ndryshime duhet të ketë, dhe patjetër që t'i japësh asaj një autoritet. Po nëse brenda policisë fut persona të cilët bëjnë ngacmime seksuale, shkon për të bërë denoncim, ai kthehet të bëhet burim, polici vetë bëhet problematik ndaj një qytetari apo ndaj një qytetare. Shefi krime bashkëpunon me krimin, ti shkon të denoncosh, po ti nuk e di ku po denoncon. Dhe kjo e ka ulur shumë rolin e rastin e denoncimeve. Por dhe kur ka denoncime, të gjitha merren nga spaku. Nuk janë marrë shumë raste nga policia, pavarësisht se ligji i ndryshimeve për këtë strukturë e ka të përcaktuar cilën tagër ka për strukturën e posaçme. Por nuk mund ta përshtosh dhe policinë e shtetit për të kryer këto hektime. Se i ka gjitha strukturat e organizuara. Nëse do të shfrytëzojnë ato në eficiencë, jeni sigurt, është e frikshme, në thonjza e policia e shtetit. Kemi shërbimin informativ, sa dhe si është funksional, sa dhe si e ushqen ato policinë e shtetit me informacion, sa i paraprin, jo vetëm thjesht për rastet e terrorizmit, por rreth parë lufta kundër korrupsionit, e lufta ndaj grupeve kriminale është parësore, sepse janë elementët themelit të një sigurisë kombëtare. Në 13 vite rezulton të jenë ndërruar 10 ministra të brendshëm dhe 8 drejtorë policie. Cila është arsyeja konkrete që po ndodhin këto ndryshime kaq të shpeshta? Ato që thash pra që nuk arrin dot të kenë mundësinë të mbyllin mandatin. Pra, mendoje mirë, vendose mirë dhe lëre një person ta kryejë mandatin. Pse kemi ministra ne që kanë 13 vjet nuk ndryshojnë po ministra, duke sikur kanë lindur aty. Ikën nga një ministri, me një ministri, pa ato njerëz. Ministria e Arsimit, ministria ndrojnë vendet. Ndrojnë pa ato njerëz. Kanë lindur, duke sikur kanë lindur janë deputet, do dalin pension deputet. Kemi kryeministrin sa mandate ka. Ndërsa një drejtor nuk arrin të bëjë mandatin. Pra nuk pas ka një drejtues kjo qeveri dhe kjo qeverisje. Dhe të gjithë qeverisjet që ta lejnë ta kryejë detyrë, gjeni kriteret, zgjidhni personin, lëri ta kryejë atë detyrë. Por ta lesh këtë kryejë atë detyrë, duhet mos e përdorin policinë. Shpeshherë është e përdorur policia dhe e përdorin politikisht. Dhe shpeshherë policia vihet midis krave të politikës, dikush godet në Molotov, dikush e godet në mes shkarkimit, pra gjitha këto janë presione dhe sa i qetë është një drejtor, kur në momentin që e heq nga detyra, rasti konkret i drejtorëve të përgjithshëm policisë, ligji është që ai nuk mund të punojë më në organet e policisë. O do jetë në rrugë, ose po e more politikisht siç ka qenë një drejtor që e vun zëvendës ministër nga se kanë vënë, si i privilegjuar është tjetër gjë. Raste tjera janë të ekspozuar, do të gjenë vend pune. Po si mund të gjejë vend pune dhe të jetë ekspozuar? Kur as armë brezi nuk mund t'i jepet për ta mbajtur të paktën dhe një vit mbasi ka lënë detyrën. Sa i mbrojtur është ai? Ndërkohë që strukturat e posaçme, prokurorët që ndjekin krimet e rënda, ministrat, kryeministri ka një arsenal të madh mjetësh dhe njerëzish, garda dhe shërbime të tjera që i ruajnë ato. Kurse drejtori duhet të ekspozohet dhe të jetë një qytetar i lirë si çdo njeri tjetër dhe përballë kujt, përballë gjithë këtyre fenomeneve të frikshme që ne evidentojmë nëpërmjet mediave. Zoti Softa, faleminderit për kohën edhe përgjigjet tuaja.